Të nderuar dëgjues të Radios Emanuel, ishit me lajmet shkurt të orës 9. Rocking the city with the best music. Rocking the city with the best music. Top 20. 20 këngët më të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Oh Lord, I need. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Miqtë mi, jemi rikthyer në studion e Buzëqeshit ditës. Në studio sot kemi një gruar që mban me shumë hieshi disa role: studiuese, përkthyese, pedagoge, nën, bashkëshorte, dhe një gruar që përmes librave, studentëve dhe besimit të saj përpiqet të ndërtojë ura mes kulturave dhe mes njerëzve. Kam së bashku me mua sot Fabiola Kadi. Përshëndetje dhe mirë se ke ardhur e dashur. Përshëndetje Jona, kënaqësi e madhe të jem me ty. Është kënaqësi gjithmonë të komunikoj dhe të flas me ty, se vërtet përcjell vlera, edhe faleminderit dhe për ftesën. Po, në fakt jeta ime është një gërshetim i disa roleve. Së pari jam një mësimdhënëse, është gjëja që pëlqej më shumë në fakt. Mendoj që jam mirënjohëse që mund të kryej këtë rol pranë studentëve të mi. Shumë e kënaqur që mund të patjetër të përcjell njohuritë në lidhje me gjuhën, kulturën, letërsinë frenge, por njëkohësisht sa shumë mund të ndikosh duke përcjell edhe vlera njerëzore pranë studentëve. Edhe si rol si mësimdhënës vërtet është një rol i rëndësishëm në jetë. Nga ana tjetër, vitet e fundit më ka rëmbyer zemrën edhe përkthimi i librave nga gjuha frenge. Ka qenë për mua një pasuri shpirtërore. Më pëlqen shumë të punoj me gjuhën, me fjalën, kështu që ka qenë një mundësi shumë e mirë përkthimi i disa librave nga gjuha frenge në këto vitet e fundit. Shkrimi i artikujve është si puna e një pedagogu, nuk është vetëm mësimdhënia, patjetër është kërkimi shkencor, pjesëmarrja në konferenca. Kështu që dhe shkrimi i artikujve patjetër përbën një pjesë të rëndësishme të jetës sime, të ditës sime, e fokusuar në atë fushë studimi që e kam për zemër, siç është letërsia frenge, poezia dhe sidomos poezia fetare. Dhe vërtet e shijoj, është një gjë që më pëlqen ta bëj. Nga ana tjetër, në themel të jetës sime është familja ime, bashkëshorti im dhe fëmijët e mi, edhe patjetër përpiqem të gjej kohën edhe balancën, ekuilibrin mes këtyre roleve të ndryshme. Një familje shumë e bukur, që jam e sigurt që i ke në të njëjtën kohë edhe shumë mbështetje, por ne do ndalemi pak më vonë në më shumë detaje. Unë fakt Fabiol pa humbur shumë kohë, do doja që ta nisnim ashtu si ne e kemi zakon në Buzëqeshit ditës me një lojë shumë të thjeshtë dhe të shkurtër. Nëse na ke ndjekur, ti e di që është zakoni ynë këtu në Buzëqeshit ditës, ti bëjmë nga një lojë të ftuarve tan. Dhe loja që kam zgjedhur për ty quhet loja kjo apo ajo. Unë do të jap dy alternativa shumë të lehta dhe ti do të zgjedhësh mes tyre atë që është më e përshtatshmja për ty, kështu edhe të njohim pak më shumë përpara se të thellojmë diskutimin ton. Patjetër, jam gati të bëj që i gati të më sjellësh ti, të më servirësh ti. Sa bukur, faleminderit. Okej, libër apo film? Film. Okej, prisja libër në këtë rast, më pëlqeu. Frëngjisht apo shqip? Kjo është e vështirë për ta zgjedhur. Patjetër, duhet të zgjedh një, patjetër. Duhet të zgjedhësh një. Varet. Fëmijët e mi do ta jepnin përgjigjen. Kur flasim për frëngjishtën apo shqipen, unë kam një luftë, një betejë për të mbrojtur shqipen. Në fund të fundit, shqipja është gjuha jon. Patjetër që frëngjishtja ka rrëmbyer zemrën time, por shqipen do të zgjidhja prap. Jam shumë patriote, Jona. Okej, më pëlqen. Përkthim apo shkrim? Shkrimi yt, domethënë. Përkthim. Okej, bibliotekë e qetë apo auditor plot student? Auditor. Roman apo poezi? Poezi. Lexim në mëngjes apo lexim në mbrëmje? Të dyja do t'i zgjidhja, por varet. Në mëngjes patjetër që marr energji me leximin, dhe në darkë
vërtet të sjell çlodhje pastaj. Po mëngjesin, po thoja. Në rregull, je person mëngjesi atëherë më shumë. Shumë bukur. Kafe duke përkthyer apo çaj duke lexuar? Çaj duke lexuar. Më duket se nuk e pi kafen. Kjo është. Të jesh studente përsëri apo të mbetesh pedagoge? Më pëlqen të vazhdoj të studioj, të kërkoj gjithkohës. Dhe studimi më pëlqen. Kështu që të jem studente në një fushë tjetër, po, do pëlqeja, domethënë. Super. Një ditë pushimi me familjen apo një ditë mes librave? Një ditë pushimi me familjen. Victor Hugo apo një autor shqiptar? Victor Hugo, në këtë rast. Ju ai shumë pasion. Victor Hugo e preferoj vërtet. Fabiola, siç ti po tregoje pak më herët, fillove një prezantim të vetes tënde të gjithë roleve të tua si pedagoge, përkthyese, studiuese, autore e artikujve të ndryshëm, nën bashkëshorte, besimtare, po ashtu. Na trego pak, me çfarë je duke u angazhuar së fundmi, edhe ndoshta si duket një ditë e Fabiolës mes gjithë këtyre angazhimeve. Ka qenë një periudhë e jetës sime, në fakt deri po themi në tetor të vitit kaluar, shumë e ngarkuar, me shumë kasketa njëkohësisht, dhe më është dashur të bëj ca përzgjedhje, të marr të lë ca përgjegjësi për të kujdesur për ca prioritete në jetë. Gjithsesi, sërish dita është e ngarkuar. Mësimdhënia zë një pjesë të madhe të paradites, patjetër. Pastaj familja dhe kisha. Kisha, studimet e Biblës është për mua një aktivitet që më sjell energji. Kam shumë për zemër të shërbej me mësuesit, kemi një shërbes me mësuesit që kanë pranuar të jenë pjesë e grupeve me të cilat ndajmë parimet biblike, ndajmë vlerat biblike, gjë që e kam shumë për zemër dhe është diçka që më sjell energji. Që nëse ka mësues të tjerë që po na dëgjojnë dhe duan të bashkohen. Takimi zhvillohet në ambiente jo patjetër, jo në kish, jo në një institucion zyrtar, në kafene. Dhe ne bëhemi shoqe me njëra tjetrën, kalojmë kohë, bëhemi mikesha të mira, që të mos bëj publicitet ku shkojmë, kemi një vend tonin, po patjetër. Kur më shumë, në çfarë kohe mbledheni një herë në javë? Të hënave një herë në 2 javë. Përgjithsisht është një herë në 2 javë, të hënave mbasdite. Është një me kishën kemi vendosur të bashkëpunojmë me Institutin Jeta e Re, me ISP-n që shërben me profesionistët, me mësuesit. Kështu që është një shërbes e bukur, është shumë bukur të shkëmbesh përvojat, eksperiencat me njëra tjetrën, me mësueset, por gjithashtu të diskutojmë për sfidat në punë, në profesion, sfidat e jetës në përgjithësi, edhe ku të shkojmë, deri ku mund të shkojmë, ku duam të shkojmë. Fabiol, për të mbajtur gjithë këto role në ekuilibër, ti ke gjetur sekretin apo si është, apo është diçka që mësohet me kohën? Na trego pak si ja del ti. Në rinin time, mendoja që mund t'i bëja të gjitha edhe mund t'i bëja të gjitha në mënyrë të përsosur. Jeta të mëson, koha të mëson që vërtet patjetër që ke nevojë të vendosësh prioritete dhe në momentin që ti vendos prioritetet, gjërat që ti bën, ti pranon të bësh gjërat që ke për zemër, gjërat që të pëlqejnë, gjërat që të japin energji, që të dhurojnë, jo të marrin nga energjia jote. Kështu që t'jesh e kujdesshme në përzgjedhjen e kasketave që mban, e kungujve që mban në sqetu, dhe pastaj duke vendosur prioritetet e duhura, patjetër që të ndihmon të ecësh edhe të pavarësisht kohës që kalon, je në gjendje të t'i mbash këto përgjegjësi. Pastaj familja është mbështetje e madhe. Unë kam gjetur gjithkohës mbështetje shumë të madhe nga bashkëshorti im, më ka mirë kuptuar dhe patjetër edhe në momente kur kam pasur nevojë për këshilla, kam pasur një supë ku të mbështetem edhe kam pasur një mendje të urtë nga e cila të marr këshilla. Kështu që vërtet ja del nëse ke këtë mbështetje dhe nëse vendos parimet dhe prioritetet e duhura. Ti përmend edhe besimin disa herë dhe unë do doja të dija sa rol luan edhe besimi në gjithë përgjegjësitë e tua, në sfidat e tua. Unë jam rritur që fëmijë me besimin. Jam rritur në kishën ungjillore që 9 vjeçe. Edhe ka qenë besimi
ka qenë speranca e Ke jetës pasur një sime. fëmijëri shumë të bukur atëherë. Të them të drejtën, lutja ime për fëmijët e mi ka qenë që ata të bëheshin të krishterë sa më të vegjël. Kam qenë pak egoiste duke shpresuar që kështu do t'i evitoja, do shmangja ato vështirësitë e adoleshencës e të tjera me radhë, por kjo është një gjë që Zoti e di, ndërkohë në jetën time vërtet që besimi ka qenë speranca ku mbahem, edhe është një nga përparësitë e mia. Në momentin që ti ke një marrëdhënie të mirë me Zotin, në momentin që ti gjen shpresën, gëzimin në vendin e duhur, gjithë të tjerat janë plotësuese, nuk janë thelbi i jetës sate. Më pëlqen një shprehje e Shën Agustinit që thot, në zemrën e njeriut ka një vend i cili ka formën e Perëndisë. Dhe nëse ai vend nuk mbushet me atë, çfarëdo që të përpiqesh ta mbushësh, do të mbetet gjithmonë bosh. Kështu që gjithçka që ti bën mund të jetë plotësuese, por kur ke themelin e jetës sate të sigurt, patjetër që gjërat e tjera vijnë edhe më lehtë, edhe më ëmbël. Kështu që besimi ka qenë vërtet themeli i jetës sime. Kujtove atë vargun që thot, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe gjithçka tjetër do t'ju jepet shtesë. Po, dhe unë e kam parë këtë gjë në jetën time. Në momentin që ti vendos përparësitë e duhura dhe në momentin që dorëzon, sepse me përgjegjësitë që ke, shumë shpesh shqetësimi ngre krye, meraku për gjërat. Por vërtet Bibla është një thesar në duart tona. Është një thesar, fjala e Perëndisë është një thesar ku mund të mbështetesh, të ushqesh jetën tënde dhe patjetër të ndikosh edhe jetë njerëzish. Edhe në një jetë të tillë, të ngarkuar, unë besoj që ka momente kur na duhet të bëjmë edhe zgjedhje. Ty të është dashur në ndonjë moment të zgjedhësh mes një angazhimi profesional edhe familjes? Po, Jona. Si ja ke bërë? Dhe ka qenë, nuk është gjithmonë e lehtë. Në momentin që ke gjëra që të pëlqejnë ti bësh nga ana profesionale, por dita e njeriut 24 orë është. E të gjithëve ne. Ska një njeri në botë dikur që mund të ketë jetuar një ditë 25 orëshe, do ishte mirë. Kështu që patjetër duhet bërë zgjedhje dhe jeta e njeriu çdo ditë që në mëngjes deri në mbrëmje është një zgjedhje. Mua më është dashur të bëj një zgjedhje që nuk ka qenë e lehtë. Kam pasur një angazhim shumë të bukur për vite me radhë pranë Aleancës Franceze, një institucion të cilin e dua fort me zemër, edhe që është shumë i rëndësishëm si institucion në Korçë për përhapjen e kulturës gjuhës prënge, dhe për vite me radhë ka qenë një kënaqësi e madhe të jem pjesë e Aleancës Franceze, të drejtoj Aleancën Franceze me gjithë aktivitetet kulturore, mësimdhënëse e të tjera. Por vjen një moment që vërtet fëmijët kërkojnë kohën, dhe unë kam nevojë për kohën me fëmijët e mi, kam nevojë për kohën me familjen time, dhe vjen një moment që vërtet ke nevojë të vendosësh përparësitë dhe të bësh zgjedhje. Kështu që pavarësisht që unë nuk jam më në drejtim të Aleancës Franceze, jam pjesë e drejtimit, e aktiviteteve atje, por me më pak përgjegjësi dhe me më pak kohë të kushtuar atje. Pavarësisht zgjedhjeve të tilla që na duhet të bëjmë, ti sërish vazhdon të mbash një sër rolesh, ti je angazhuar në shoqëri, në kish, në familje dhe kudo. Për gratë të tilla, të cilat duan të marrin disa role njëkohësisht, por ndoshta ndjehen të pasigurta, ndjejnë frikë, çfarë mesazhi do t'i jepja, apo çfarë këshillash do t'i jepja, bazuar te përvoja jote? Mendoj që nëse kemi gjëra që i bëjmë me zemër, nëse kemi gjëra që e ndjejmë që na japin energji, patjetër që mund të mbajmë. Megjithatë, për mua ka shumë rëndësi vendosja e prioriteteve në jetë. Pra, dhe vendosja e marrëdhënieve të duhura. Para ca kohësh lexoj një shprehje që më ka ndihmuar shumë të kuptoj shumë gjëra. Shpesh flasim për burnout, për momente të vështira në jetë për shkak të ngarkesave që kalimit të gjatë të kohës në punë, pra një kohë e kaluar në punë e gjatë,
Dhe thuhet që shpesh themi që po kaloj një burnout sepse kam qenë shumë e zënë me punë. Në fakt, thuhet që burnout kalojmë jo për shkak të kohës së gjatë që kalojmë në punë, por për shkak të ngarkesave që mund të marrim që janë ngarkesa që nuk na japin energji, por na marrin energji. Kështu që kemi nevojë të bëjmë zgjedhjen e duhur në momentin që vendosim të mbajmë më shumë përgjegjësi, ka nevojë të bëhet zgjedhja e duhur dhe vendosja e përparësive të duhura në jetë. Pra jo thjesht të bëjmë sa më shumë zgjedhje, po të bëjmë zgjedhje të mençura. Nuk është fiks, ashtu është. Ato gjëra që i shijojmë edhe që i kemi pasionet të njëjtën kohë. Fabiola, nëse një ditë, ndoshta do të kem fëmijët e tu këtu në studio, edhe do t'i pyeste të përshkruajnë ty me një fjali. Cila fjali do doje ti të përshkruante? Si do doje ti ishe ti para syve të fëmijëve të tu? Sa mirë që më the si do doje dhe jo si do të përshkruanin, se do... Mirë, çfarë synon ti patjetër? Patjetër. Ata do ta shohim në një moment tjetër. Patjetër që do më pëlqente që të më shikonin si një mbështetje, si një nën që u kam falur dashuri dhe jam përpjekur t'u jap parimet e duhura, vlerat e duhura dhe do doja të mendonin që kam qenë një dëgjuese e mirë. Kjo është një sfidë me mua. Pra është një gjë që dua të punoj më shumë me veten, është çështja e kohës, sa shumë kalojmë kohë me fëmijët dhe kohë cilësore, kështu që do doja që të shikonin dikur në një kohë më larg të thonë që kam qenë një dëgjuese e mirë për ta dhe patjetër të dinë që kanë gjithmonë një vend ku mund të kthehen në çfarë do lloj situate. Çfarë inkurajimi. Unë jam e sigurt Fabiol që tani je tillë për fëmijët e tu. Kur je një pedagoge e mirë që ditë të dëgjosh gjithë studentët e tjerë që nuk janë fëmijët e tu biologjik, imagjino sa më e mirë edhe sa mbështetje që je për vetë fëmijët e tu. Edhe je shembull e frymëzim edhe për ne të tjerët që të njohim edhe të shohim çdo ditë në mes të angazhimeve të tua. Faleminderit. Fabiol, a mund të dim pak më shumë rreth gjërave që ke në përduar në këto momente? Je duke përkthyer në një libër aktualisht? Cili ishte libri fundit që përktheve, deri ku janë gjërat me të? Na trego pak më shumë. Për momentin jam shkëputur nga disa angazhimet mia, të përkthimet i kam mbyllur. Jam duke u marrë me përkthime nga shkrimet fetare, nga Bibla, për të ndihmuar kishën. Përkthimi i fundit që kam bërë ka qenë Jacaranda, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur ai përkthim. Është një libër që edhe u nominua për tek Panairi i librit. Është një libër që vërtet përcjell një histori të dhimbshme në Ruanda, në lidhje me gjenocidin në Ruandë. Është i bukur si libër dhe e kam shijuar. Gjithashtu një nga librat që është i bukur, e këshilloj, por një nga librat që ka rrëmbyer zemrën time ka qenë Bulevard. Bulevardi është shkruar nga një autor kanadez, Jean-François Sénéchal, i cili ka bërë një vepër vërtet shumë të bukur dhe shumë prekse, sepse tregon historinë e një djali të ri me zhvillim të vonuar, i cili braktiset nga nëna e tij në ditën e lindjes të 18 vjetorit, të ditëlindjes së 18. Dhe tregon si ky djalë i ri mbështetet nga fqinjet, nga komuniteti për të ecur përpara dhe krijon një jetë normale, me gjithë vështirësitë që ka, krijon një jetë normale. Kështu që ai roman ka rrëmbyer zemrën time në fakt. Është nga romanet që kam përkthyer që më ka lënë më shumë bresa. Po. Edhe jam e sigurt do të na lërë edhe ne kur ta lexojmë. Fabiol, faleminderit për gjithë dritën edhe pozitivitetin që na ke sjell sot. Unë doja që ta mbyllnim puntatën e sotme me një mendim inkurajimi nga ti për gjithë ata njerëz që janë duke mbajtur shumë përgjegjësi njëkohësisht. Cili është inkurajimi që do t'i jepja sot? Do thoja që jeta nuk është një listë përgjegjësish. Shpesh e nisim ditën me vrapin e mëngjesit për të mbaruar gjithë angazhimet, për të arritur të përfundojmë angazhimet, por jeta nuk është një listë përgjegjësisht. Jeta është një moment që duhet shijuar dhe çdo ditë është një zgjedhje. Le të bëjmë zgjedhjen e duhur çdo ditë.
Sa bukur. Unë nuk e kam kuptuar fare si ka kaluar koha së bashku me ty në studio sot, e kam shijuar shumë këtë bisedë. Faleminderit për gjithë pozitivitetin, motivimin edhe frymëzimin që na fale sot. Urojmë shumë suksese në gjithçka që ti do të jesh duke bërë në vazhdim dhe uroj që do të vazhdosh të shkëlqesh dritën e Krishtit. Faleminderit shumë Jona, ishte kënaqësi të isha bashkë me ty. Faleminderit. Dëgjues të Buzëqeshit ditës, faleminderit që ishit me ne sot në këtë puntat të Buzëqeshit ditës. Unë ju uroj një pasdite sa më të këndshme dhe si gjithmonë, mos harroni që ti buzëqeshni ditës.